shije freskuese dhe të shëndetshme, që është vërtet e pakrahasueshme. Dhe në fund fare, receta e ditës me Viva Fresh, që recetat tona të kenë edhe më shumë shije për kujdeset Viva Fresh Store, ku gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit çdo ditë ju presin shumë oferta. Vizitoni dyqanet më të afërta të Viva Freshit për të zgjedhur produktet që ju nevojiten ose bëni porosin tuaj online. Atëherë, ju thash në fillim fare shikues të dashur që do të kem një pasionante të gatimit dhe një vajzë shumë simpatike, e cila edhe ndan video të saj në rrjetet sociale. Marigona Rahimi, e kemi këtu në kuzhinë sot. Marigon, mirë se erdhe, përshëndetje. Ndjehu si në kuzhinën e shtëpisë tënde. Faleminderit. Besoj që do të ndjehesh ashtu. Shumë faleminderit. Marigona, kisha pas qef me ditë për nga lindi pasioni jot për kuzhinën. I kemi pa disa video në rrjetet sociale, prandaj edhe të kemi ftu. Na janë dukur shumë simpatike edhe të ftuam sot në dielën. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit për ftesën dhe për lehtësimin. Pasioni për kuzhinën në fakt ka filluar gjatë kohës që unë ka filluar me jetu me bashkëshortin tim vet. Dhe normalisht ajo nevoja për me përgatitur. A ka qenë vetëm nevoja, pastaj edhe ke zbuluar nevoja, po gjithashtu unë babin e kom kuzhinier, edhe si e vogël gjithmonë kom pas interesim me shiku, të përgatis edhe tash, edhe pse është penzion përgatitin në shtëpi. Po, edhe për iftar për shembull, presi ka filluar Ramazani, edhe për çdo recetë për shembull, unë e thirr edhe më tregon pak a shumë. Okej, sot besoj kemi me sa po e shoh, kemi diçka me pul, por na trego ti siçka. Par ide puna e për iftar sot. Për iftar është një iftar i shpejt besoj edhe ka shije shumë të mirë, është një rollat pule e mbushur me përshut dhe me kaçkavall, gjithashtu pastaj do në miell, vezë edhe në prezle. Gjithashtu këtë të njëjtën mundemi me përgatitur edhe pa e përzi me ve, miell dhe prezle, domethënë thjesht veç rolleja e mbushur. Gjithashtu ka opcione të ndryshme që mundemi me mbush me spinaq ose me gjithçka tjetër, sot vendosa me mbush me përshut, shpresoj që ka më pëlqyer. Jo, mu për veti për shembull Marigon pëlqejnë sa më thjeshta, po, sepse edhe kur ngarkohet shumë, po normalisht, sidomos edhe tash Ramazan është mirë mos më tepru. E vërtet, mas mirë ti mos më tepru sepse definitivisht duke mos ngrënë gjithë ditën edhe me ngarku vetën me shumë yndyrna, me gjana. Gjithashtu këtu e kam vendosur edhe orizin me zi. Që tashmë veç është duke u zi, për shkak të kohës. Po, për shkak të kohës, normalisht. Kështu që shpresoj që... Okej, me erza, krip, biberi kuq, biberi zi, magdanos të fat, magdanos të fat, po. Në fakt, disa kom i përdor për salat, disa kom i përdor vetëm për rolladën. Për rolladën, po, megjithatë i kemi këtu. Edhe salatën që është me rukoll, domatina, edhe salat jeshile, gjithashtu misër. Ka opcionale, po, tupatu bo. Tupatu bo, rishlir. Okej, a nisim? Unë po, mja fillu. Kur të dush? Mishin veç që kam rasi shpeshene me... Që keq? Po. Kuzhinës? Po, të kuzhinës normalisht, pa krep. është mirë mos mi vendosë shumë krep, pasi që ka edhe përshuta krep dhe mundet mu bo shumë e njën. Po, gjithashtu ka që ka vali, ka? Gjithashtu në shpe përdori vegetën, në ashtë edhe ka bëj, se është pak si shije e gatshme. A mos ka shtëpi e shqiptari që nuk e përdor pak? Po, normal, të kuzhinirat nuk preferohet shumë se pak bëhet si shije e gatshme. Po, e vërtet. Edhe bëhet tamam, për që atana e kemi atë shijen tonë, sepse të gjithë e përdorin vegetën, edhe duken si të njejta. Po. Ka që ka valin në rejnë dhe normalisht që më dikosh mundet edhe me vendosë edhe njëjtë në fond që është përshuta. Fillojnë me... Sa mirë e pështjele? Po, në këtë fond. Gjithashtu, nëse dojna më jap një fond pak ma profesionale, e shfrytëzojmë edhe këtë lastikun e kuzhinës edhe mundet me marrë një fond ma të mirë. Se zakonisht ndodhë mundet edhe mu hapë rëlleja gjatë... Skuqjes? Po. Apo dojnë me... Po nëse banë, e kësha provu një të pak të nëse dane, edhe pse jo, dikush mundet me përdorë si ide. Njeri në kuzhinë mësën gjithmonë. Kuzhina është artë. Po. Po një fillestare, alo. Po pretendoj për ma shumë, normalisht. A muna me largu këto? Po. Të gjithë e nisim një ditë, Marigon. E vërtet. Edhe pse ti
Si që po e shoh unë, ke filluar në mënyrë kogja profesionale. Faleminderit shumë. Pak të du shumë kuzhinën. A me ndonë të njerë me hapë diçka tëndën ose me punu dikun si kuzhinjere? Si e sheh? Për momentin punoj si kuzhinjere, po punoj në një qendër kujdesit për fëmijë, ditor. Po. Dhe normalisht... Kisha fjallën në një restorant tonin, me një kuzhinë shumë të madhe, po. Në fakt, kitë kote fundit e kom bisedu me babin, po pasi aje dhe në pesgjan, nuk e di. Ndo njëherë themi po, ndo njëherë jo, ta shtërshohem. Po, normalisht mendoj, që janë kitë formë. Perfekt e ke bua, dhe që shpo më duket si salon. Normalisht e merë formën më të mirë, më dekorative, edhe për syren, zakonisht kur ta donë syne. Po, ta donë edhe barku pastaj. Edhe barku. Panin se nashta kom emocione pak, se... Jo, absolutisht, hiç s'kim emocione, kusht pa. Po me thonë këtë pjesë pe kuptane. Veç normal është mirë letra me kur ma e madhe, edhe që... Që me pas vend ku me... vend ku me... Njëjtë muna me bo dhe me biftekun për shambon, këtë loj, që me marë formën ma të mirë. Edhe marigon, mjafton me i lonë, për shambull, 5 minuta deri sa të skuqet vaj. Po. Jo, tash këto kena me qitë në mjellë, në vej, edhe në prezë dhe pas tajnë vaj. Po një kësish vajnë e kësha qitë me dzinë nëse banë, edhe orize ashtu edhe pak... vaja? Po. Faleminderit. Orize edhe pak edhe... Orizin, a mundesh me qitit plakën e vogël? Po, besoj që orize me shpas ka përfundu edhe pak. Shtu që po be largoj. Qështë. A ta lëshojmë shumë, apo nashta... Po, besoj që diri sa t'i pështjeli, veç mundët më nëzirë ma mirë, ma shumë. Këto është mirë milion që shtë, do me thonë. Mundë milion frigoriferë dhe me najtë... Po, që me marë... më njës edhe tani po, pa problem, ndodhi për gaditi, kur e blej mishin e frejse për gaditi edhe i lonë në frez ndodhë, që kur të vjena i mësafirve që kam gatshme. Shtem është shto kur i vendosim në freze dhe i ketë gatshme. Po. Mjafton veç me lonë mushkri edhe qaq. Gjithashtu edhe tash në Ramazan, kur nuk kena kohë shumë, më në me pas paka shumë. Është e limitume shumë koha, po e shoh sidomos për gratë edhe zonjat, vajzat, të cilat për kujdesen edhe për iftare, po e shoh që edhe punojnë deri në ora 5, jo në punë. Edhe kur kam fëmijë të vegjël është pak problem, se do është me matë kohën, a di sa mund është me arrit. Në sekonda. Po gjithsesi, nuk është e thane më ullë me njëherë në tavolinë dhe me mbush barkun, mjafton. Po mundona që me majtë filin sa ma në formë, se pak filloj veç me mu hapë. Tregova që është mirë me najtë pak. Krejtë stafi kena hungër shumë mish. Ko këtë mirë krejtë. Po mirë. Që që tash mu hekën në emocionet. Shkuna? Po shkun. Jo, së është kur gjota më në puna. Që kjo ma e mirë, po dërë me tu po mariko më ndokët. Nështë ta najti ma shumë se jo. Najti pak, një 5 minuta pak ma shumë mirë. Po, kryesora si procedurë besoj që e kanë kuptu njerëzit. Orizi besoj që ka përfundu, po, pekullojmë edhe me ujtë ftak e shpëllojmë. është mirë me pas një termometr të kuzhinës, për me këqyrë sakt a u pjek mishi mrena. Po, normalisht, kër e përgadit shumë shpesh, e din paka shumë me si, edhe nuk frigosh a u pjek ajo. Dhe i sa pjekët e kësha vazhdu salatën, salatë e thjesht. Po disa me bo, besoj që është mjaftushëm? Po, pak, sa për pjatë. Marikon, që po edhe ti? Po, besoj që mjaftushëm. Po, një preferoj salatat shumë. A ma një kështu crispy tu ka bo. Po, më në ka marrë kjo matë mirë.
të dyat shumë të mirë. Unë që shpita që po hapën. Jo, edhe normal kur bon me viz, kapet mishi ma mirë. Në salatës më në mi qitë arra, sheg, si pas dëshirës, qep. A ke po atmosfera ma e mirë është në kuzhinë, si të mos përfundim e si për Krejt nervozën, krejt stresin, unë e largojnë kuzhinë. Edhe mu i me të këtë thonë që kohën matë ma dhe kalujnë kuzhinë. Normalisht tash edhe puna, edhe në punë, po edhe si të përfundoj punën, shpe, drejkën, tash normal iftarin. A e ke bezdi, Marigon, nëse vjen dikush edhe ta ngacmon ushqimin pa e servu? Jo, absolut, jo. Edhe misër vendosen. Për shambull me fillu që shvinë fëmijët ose kush është në shpe atë? Jo. Ani fëmija me marrë dhe o qëfar, s'ka shansa, ku me dit me kohën, pak e edhe në përfundu me gjithë që shepi me provu. Edhe në dorë? Jo, edhe nashta që kom fëmi vetë edhe nuk vëzis, na i du fëmi të shumë. Po i kësha largu veç me një pecet, me një pjatë nëse banë, që mi ju largu pak vaje. Qështu? Po muna, Perfekt. E lokë, Leq atë. se mos po... Unë po e ruj qëto, në ndërkohë diri sa... Atëherë krep, Okej. edhe biber. Në më thonë, shumë i thjesht. Edhe parmezan. Ja jep një shije pak parmezani. Po dhe bëm pak ma të lëngë shumë. Sa e mirë për doket. Qa na bone, Marigon. Një buf mirë. Unë fakt ma shumë e preferoj me spanaq, për vete. Vendosi. E s'po doj ka me nanajt. Okej, shumë e bukur për duket. Edhe nëse s'ga bëj, më duket njëna shishe është me uthull, po okej, për siguri. Kjo është uthull molle. Po, Na e kemi është e marrë. shëndet shumë i mirë. Sa aromën e mirë, ka. Shumë. Okej. Ja, pra kështu. Marigon e dashur, faleminderit shumë. Ka do një pjatë shumë e shishme, po e lo këto, sepse kamerat munden me kap ma bukur.